Mendoj se është një shembull që ka përmend një dietar Ibn Xhauzi, Allahu mëshiroft, i cili shumë ka medituar rreth përditshmërisë së tij. Dhe është interesant ky dietar, sikur që përmendej Blendi, shumë pak do të konsumohet dituria e tij sot, ndërsa përvojat e tij janë më të vërtet marramendse, veçanërisht në aspektin e meditimit dhe lidhjes së përditshmërisë me ato që ka të bëjë me edukimin fetar. Ky dietar një ditë duke nejtur i ulur pranë shtëpisë, xhamisë, kudo qoftë, ka vrejtur 2 punëtor duke punuar dhe duke bartur barra të rënda në shtëpinë e tyre. Tha është çuditur si po kanë mundësi me barë tërë këtë barë dhe pa u vret tek ata një lodhje shumë e madhe. Dhe thot meditova për këtë çështje. Dhe pash se ata kishin bërë një pakt, një aleancë mes vete. Cila është ajo një marrëveshje që në udhëtimin prej marrjes së barrës deri në kalimin atje ku duhet me qu, do thotë ata bënin një lloj zhvendosje të vëmendjes nga barra. Me çfarë? Për shembull, njëri përmendte një, ku e di, një gjëgjëz ose një pyetje dhe ky tash mendon se t'ia kthen, apo. Dhe zhvendosja e vëmendjes se çfarë do ta pyetë shokun dhe si do të përgjigjet shoku, zhvendos të vëmendjen nga barra dhe bën ta të lehtë. Thot Ibn Xhauzi rahimullah, këtë e barta unë në bartin e barrave tona për në ahiret, nga se jemi të ngarkuar me detyra. Dhe nëse ne mendojmë se kur është koha e iftarit, tash vap, do të vëmendja jonë është tek barra vet, nuk do ta mund ta bartim, se është e vështirë. Nga se do ta ngarkojmë këtë barr me një ekstra barr të rënd që ka të bëjë me koncentrimin e vëmendjes tonë tek ajo barr. Por nëse vëmendja jonë është tek ato që përmendi hoxha i nderuar më herët, tek kënaqësia e Allahut të mënduar, tek fitimi i shpërblimit, a din çfarë të pret nëse ti këtë barr e çon deri në fund. Dhe vëmendja jonë ka të bëjë me kënaqësinë e Allahut, vëmendja jonë është tek xheneti i Zotit, vëmendja jonë është tek shpëtimi nga zjarri, vëmendja jonë është tek ndryshimi që e përmendëm, tek nevoja për ndryshim, vëmendja jonë tek ato gjërat pozitive që ka të agjërimin, unë mendoj se agjërimi do të bëhet i këndshëm dhe do të bëhet shumë i afërt dhe diçka shumë i lezetshëm për neve.